Atëherë, zoti kryetar, le të prezantojmë, unë jam ai është shefi, ajo është ajo. Shefi studios apo shefi makina me dy timon? Unë s'kam thonë gjë, se keni incizuar me gjë? Jo. Po ne të dy janë ani, pash me shefin, normalisht kena 100 distancë, jam i detyruar. Me qenë se më prezanton shefi, a mund t'i marr leje? Patjetër. I nderuar zotnia, mund të bëj një lëvizje që dim të bëjmë ne konservatorët? Patjetër. A mund? Ose ta çanta është e frikshme. Patjetër. Hape. Çanta mund të ketë shumë gjëra brenda. Çka ka brenda çantat të Gjëra të kryetar? rrezikshme, Konserva? Jo. Konservat janë te kombinati Peshkut i falimentuar në Vlorë, edhe në Shëngjin Lezhë. Se po vjen era dhurat. Po vjen era dhurat. Shi me lule për shefin. Jo, se për shefin. Atëherë, me qenë se shefi është tu i bje që është kryetari i kuvendit. Po. Ka kushtetutën. Neni 80. Ka me qik neni 80. Shef, a ka mundësi t'i merrni këto lulet se ju jeni shefi dhe këtu pa marrë leje, nuk ka shanse që unë t'i jap dikujt lule, pavarësisht se janë 5 ngjyrëshe. Tham 200 më burr. Faqe 80. Faqe 80. Faqe 80. Është tuta, lexohet. Jo tani, po sa të marrë me dhuratat. Atëherë, kjo tufa me lule mban 5 simbole. I zi jemi në pushtim, i kuq kemi derdh gjak. Keli thotë që shiko, unë të fusën semafore dhe me të verdh, e di unë se si ta pres gjobën. Bluja është Alipash të Pedenës, duluar Tiranës, ne kemi thonë jemi pajësor, por nuk njitesh dot në Karamamut Pash Bushatliu. Jemi në vitin 1805. Dhe kjo dhurata vjen pasi kemi ngritur në malësinë e madhe atje asamblen tonë në ditën e shtunë. Shefa, mund t'ja japësh vajzën, se kjo janë vetëm për vajzën, mund t'ja japësh Janë për mua. sepse është protokoll zyrtar konservator. Stema e partisë konservatore, nëse futen një kërune gjeni, ka 5 simbolit që sapo i thash. Të dyja janë për mua këto apo edhe? Ato janë të dyja për ty, s'ke punë më atë. Jepja, ndryshe prish protokollit. Po tani ç'është kjo punë? A mund ta hap kryetar? Do lexosh në 80. Edhe njëra është e jotja. Patjetër, nuk e di domethënë surprizë. Faqe 80 ç'a neni ishte? Faqe 80, jo, faqe 80, neni 80 i kushtetutës. Atëherë, për ju të gjithë, ky është albumi i nipit të Sulejman Delvinës, Avni Delvina. Kena pas në emision. E drejta juaj. Mua po më sjell në emision mas 1155 ditësh. I ke numëruar. Patjetër. Si ekonomist, unë këtë numrat, jam 7742. Pesë 1100 Pas ka 55. Gati 3 vjet këne. Po ka që janë dhe deputetet meshkuj me deputetet të ri tani. Qa s'ka ndodhë në këto 1155? Pra, i bie që Keli këtu do të marri albumin ditën që do të shkojmë të paguhet gjoba nga shteti grek, antari BE-s, kur ne jemi të BE-s, për komunitetin Çam, atë ditë Kel, ti këtë do të ma kthesh se duhet ja lejt djalit trashëgim. E ke deri atëherë disponibël sa të realizohet pagesa ju, ajo është e jotja. Kryetar, shumë faleminderit. Princeshat nuk thonë faleminderit në asnjë rast. Shif punët e tuaja, po të pëlqeu mirë, të pëlqeu hajde. Tani kemi këtu 2 libra. Ju më thatë mu në emision kryetari Bashkisë Tiranë. Po. Akademia Kombëtare Konservatore Albania ka nën president Elmaz Leci, kolonel, profesor, doktor i shkencave, 75 vjeç në pension, është i gatshëm me konfirmim të kandidojë nëse i mushet të menja Skënderbeku II. Një sekond të lutem. Të lutem Kel. Këto 2 libra, njëri nga librat është me certifikim nga Sivër, nëse për mua thonë gjithë lloj fjalësh, ndonjëherë shajnë dhe nënën time 85 vjeç, do t'ju lutesha. Do t'ju lutesha, zotni Demi do të lexoj këtu brenda se çfarë thot ky kolonel, ky profesor doktor shkencash për ikonat. Në fakt, unë s'jam ikon konservatorizmit. Jo, në këtë rast është Donald Trump që na sjell këtu ato që duhet dhe ne kemi luftuar prej vitesh. Edhe këto 2 libra janë tuat. Libri i dytë, janë me 2 volume. Libri i dytë. Ti marrim leje shefit tani? Po. Se i kemi në kushtetutën. Duke si O kryetari ti. Libri quhet Narcisti i Madh Enver Hoxha. Po, patjetër, se më ka vrarë gjyshin e për në vjen këtu. Atëherë vetëm gjyshin. Neni 80. Nëse më lejon duke të marrë leje, do më thënë... Jo.
Mos u shqetëso. Që një falë gjinë se aty shala po kam gjinë. Atëherë, ju keni thënë për ne që ne ishim idiot. Ju. Kush ne më? Jo, më, jo këtu studio. Të tjerët, më. Ishin idiot ata që ruajtën institucionet e kuvendit. Pra, ne kemi këtu në një vend me 4 jemi, apo jo? Jo, Zonjusha 4 përballë, do të thënë 8. Shiko, ato janë pas kuindave dhe ato janë më të mirët, se pa ata ne nuk dalë. Atëherë, protokolli konservator çfarë tregon? Të lutem shumë, se gjithë kanë thënë që kanë qenë islamik, çamët pra ne i kanë përzënë, s'është e vërtet. Këtu kemi Kostaq Papën. Urdhro, edhe vjen me disa i thonë, jo po whisky, po mirë, me anglesë të taj, me whisky, është çfarë problemi ka? Ku është shqetësimi këtu? Çfarë lidhje ka whisky këtu? Po ka whisky se dikush mund të jetë ide kujtimi me gjithë se unë përdor ujë me limon në mjes. Se thot dikush për shembull një deputet nga mjesin tjetër thot ripishëm. Ka studiu mjeksi që është esëm. Mjekësia më e madhe këtu kene përfaqësohet nga doktor profesor Sali Berisha. Po. Atëherë, kemi lidhur këtu. Të ndihmoj unë? Jo. E kam lidhur që mos zgjidhet kollaj. Shikoni se si është harta e madhe. Presidenti Amerikan Donald Trump thot, Shqipëria e madhe. Doktori thot, Shqipëria e madhe shtore. E drejta të dyve. Atëherë, këtu keni vjersha poema për ju, por brenda kësaj, nëse ju do ta hapni, do të gjeni 11 emrat që mund të ketë Akademia Kombëtare Konservatore ku përfshihen dhe në konflikt interesi të brenda studios, unë do të zbart 7 emra, nëse do më lejoni, dhe pastaj në fund, ju kujtohet këtë celulari ku që zi? Po këtë disku këtu? Po. Elon Veli është në burg për këti diskut. Sigurt. Pra si ishte në Stengon, ishte zotni shef apo kryetar si drejtor? Jo, shëllqësi do ishte normale. Drejtues leti makinës me 2 timona, të pëlqen kjo? Po jo, po është vazhdo, po kam dhënë dorëheqjen unë nga makina me 2 timona. S'ka rëndësi, jep tu. Nëse ke qenë një herë deputet, ose drejtues mjeti, edhe nëse ti nuk e rinovon patentën në rasti im, pse? Që më duhet mu të shkojnë burg 66 vjetë. Po çfarë ka ndodhur, se ma thatë të djetë, po. Pra këtu brënda është, ju të gjithë që ratë në grackën e përgjimeve do shkonin në burg, të gjithë, nëse Edi Rama nuk shkon drejt presidencës, se ka sjell një problem të madh në KB, që do të thotë ka dërguar atje presidentin Baram Begaj, e vini re që nuk i them shkëlqësi e tij president. Bën shumë mirë. Pra është një provokim i rënd duke quar një njeri në nënhetim nga spaku atje. Është i pafajshëm, në presidenti, se mos ta marri dikush. Pra këtu ka çdo gjë, nuk dihet çfarë mund të ketë, afera seksuale, çdo gjë. Jo këtu, se mos të marri dikush kështu që është këtu, po është i përgjuar. Edhe telefonët që s'përgjohen përmes Albania 1, Albania 2, i përgjohen Edi Rama, që mund të jetë në Stengon i vërtet. Këtë s'mund t'ja bëjë dhura. Po gjaketa jeans? Po të griset gjaketa në mes rrugës se del dikush me të rrasë, si dikush që desh të mrite. Në fakt, keni e di që nuk rrifemi kollajnë në Tiranë. Kanë dash të traj? Interesant është që ka hap vetëm gjysmën e çantës, merr mend çka ka gjysma tjetër. Gjysma tjetër sekret. Nuk e hapim sot. Faleminderit shumë për dhuratat kryetare. Lutem mos thuaj faleminderit. Po është... Mund thush mos faleminderit shumë, do është krejt në rregull. A mund ta bëjmë pyetjen e para? Patjetër. Pse po kandidoni? Pse doni të bëni kryetar i Bashkisë së Tiranës? Ndoshta keni qenë një figurë e harruar paksa, apo dhe doni të vini dhe një herë në qendër të vëmendjes, apo vërtet besoni në këtë kandidaturë? Partia kriminale komuniste, partia kriminale e punës, jo partia socialiste, nuk është kriminale, po është kriminalizuar me 3 ministra në burg, në zvëns kryeministrin ikur jashtë. Kur unë thash që president, ka mundësi të javësh dorëheqjen në vllajin Bektashi, se nëse se jep dhe ikën but, mund të shkosh në Jevap 313. A e kam thënë të apo jo? Pa përmendër emra, se s'du ta vras, ai është tani i izoluar në Gjeli dhe është shkatruar edhe një gjë shumë e madhe, është shkatruar familja, është gjë shumë e madhe për ne konservatorë, është shkatruar familja. Faji nuk dihet kush e ka gjithmonë, se atë duhet ta vendos në regjimin turk, Spahiu dhe Kadiu, në regjimin tonë, prokurorit dhe gjykatës. Krishtik Spahiu. E përshëndesim se dikur ka thënë që kujtimi po të kandidonte, do ta merrte bashkinë që në kohën e Erionit, do ta merrte. Momenti. Po pra ka momenti. Ka një problem.
Neste Angoni, në fakt nuk është nga Neste Angoni në Burga, nga ato tangat, më falë për shprehjen të lutem, princesh. Nuk është për tangat aty, ajo është sepse afera 3.7 miliard pound është dhënë Chelsea Erion Veliajt në Londër për të bërë tramin elektrik këtu, që unë kam thënë në programin e 2023. Në ato 15 pikat zbardha 7. Ta vodhën e të programin, mamen? Jo, nuk e vodhën, kanë drejta marrin po në zonën publik. Kur je personazh publik, kur ke qenë deputet dhe ti merr pensionen dhe si ish deputet. Kur ta vodhën. Dakor. Pra, jemi igu i parë shkojnë në Burg, seancë plenare, të lutem, thash, o president Bektash, ja ula atë, pastaj s'mund i thoja shkëlqyesi i president. Jebe dorëheqjen, po presidenti pra që është një evap 313. Ai nuk dëgjoi. Bilës më tha, ti them emrat unë, se du me i thonë emrat kena. Në sytë, Andi Bushatit. Andi, e ke marrë golin ti, jo. Se shefa jetë emision zë s'letë. Da, shofë se s'bënë, se s'ka ku të shkoj. 100 peka, kemi qenë në stadium në Elbasan, po. Ke qenë. Ylli Rakibi, po. Ylli Rakibi. Dhe Dritan Shako Hoxha, në sytë 4, juve, ju kam thonë që presidenti shkon në Burg në sytë Bektashiu ti mi lirë, do shkosh në Burg. Nëse e ka thënë në sytë Ilir Medis, do shkojnë në Burg, në shkrujnë në moment. Jemi në Elbasan, edhe ndeshja 2-0 me Bielorusin duket, kemi fitu nëse se s'më kujtojt mirë. Se kom heq dorë nga jo që shë. Tani, Kelo. Po që ne qëra mua beti për presidentin? Nuk se është Tirana në vend funit do ti. Nëse, a i që ka thënë klani Zemunit, do të nxjerrë Tiranën jashtë, do hap qanër, pastaj do hap telefonit, do qisë disjet. Janë shumë të rrezikshme. Do japin llogari, do shkojnë në Burg, iku i pari. Në qoftë se bi Tirana, ikën dhe Në qoftë se bjen Tirana nga kategoria, është tentativë për shkatëru Tiranën, i cili është një metropol tashmë europian ku i kanë syd, jo vetëm Europa, i ka Donald Trump, para 4 ditësh ka thënë do të çoj forcat Delta, unë paralajmërova të hënën tek Rakipi, thash ej kujdes. Ku do i çojë Delta? Do vinë patrullojnë këtu. Na shofin e dy si bisedojnë. Juve si qam, edhe si dhëndri Dibra, se Dibra nuk është malësi dhe nuk është veri, është arbria qëndrore. Ç'sta është gjon? Po pse mos tjetë zonja me Sila Doda, s'du me të thonë emrin të ashtë ty, pse mos jetë kandidate për Bashkinë Tiranë? S'do. Nuk do? Ja. Se lej unë. Ti se lej? Po barazia gjinore, kështu? S'ka. Jena konservatore që jena? Barazia gjinore, edhe pse je konservatore. Tansu Qiller, në Turqi. Tansu Qiller. Ashtu. Ti thu para 2 shekush. Pse? Herët shumë. Për herën tanget këtu, deri në Shkumbin, kujtohet, alo, zoti kushta si e? E majmen. Edhe, ndalë. Të rikthehemi te kandidatura juaj. Jo, po, prej 2 sekonda si. Pra kemi, mas profesor doktor kolonel Elmas Leci, librat, kemi profesor Met Spahia, se me qenë se u fut të sporti, një Tiranës, profesor doktor, 1 sekundë të luaj, antari Akademisë Konservatore. Tani kemi, jashtë Akademisë për në tavolinën Basha, si krye negociator, profesor doktor, shkëlqësie ti, presidenti Bamir Tobi. Akademia juje? Jo, së është të ne, e thash, nuk është të ne. Po a i ka detyrim, se është gjysëm Tiranas, gjysëm Dibran, në regull. Se prano këta, i thot jam Tiranë. Ta shofim, mas i kësaj, mas këti emisionit, tani sa shkojmë tani 150.000 shkojmë shikuse? Më shumë. Se e fillu me 110.000 duhet. Ashtu, nga informacioni që mora për para së tyja. Kanë rejt. Nëse nuk rritemi, me 20.000, qa më do t'i mu këtu? Edhe mire ke pas ta që më thua 1.000, e 155 ditë, nuk vjetë do. Pra, iku dhe këtë, e thamë, pyetja tjetër është, Flavio Qori ka njët në qadër, ka njët 90 ditë në qadër, me Aleancën Gruizi, a më thatë kështë një këspahio, ndimë si vetë më jafër. Sonila Meqo është Bektashiane si për në përmet, majtë përmetit atje. Pse s'mund tjetë kjo një kandidate shumë e shqyqyre? Sonila? Po, nuk do të. është ekonomiste, ju ka zënë vendin. Qa dumë në ekonomistët, përveç se emisionit ekonomik me ju zënë vendet. Ta bëjmë kretari bashkia të... Kretari bashkia se ka të A thamë barazi gjinore, a thash 3 emra ndi, do them dhe 3 zonja. Elia Zaharia, pse jo? Na ka sill princeshën, na ka rikthyer princeshën këtu. Kush nda? Elia. Nuk e dim atë se kush ndau njëri tjetrin, mos i ngatroj gjëra. Jo ka rëndësi se kush të qënë të gjukata. Kelo ti s'ke faj më zotnisës, të ka që njëri në gjukatë ty. Ne që në kanë që në gjukatë, është tjetër gjo.
Edhe njëherë, kryetar me leje, shefo, zyrtarisht. Unë ta kam dhe lejen që në fillimi na kanë bërë vërejtje që ju ndërhyni shumë të ftuarve, nëse kjo që ndërhyrje... Jo, është këshillim, e kelin këshilluar, mund se kena problemin e pirit jugut. Jenat e 21-shin e. Bravo, shef. Ku jemi të kryqi 21-shit, duhet thonë. Të kryqi 21-shit. Do me thonë, nëse ti kalon ke Virgjeresh Maria, ka rrugë Kavajës, te Kisha Katolike, sa të shkosh të kryqi, thot, Gjuzi, që do këtu? Kënë nga tru adresën. Të kryqi pra aty i kena pasur? Pra të kryqi, po, di po, ishte kryqi i kujtë. Kryqi e diti i të fortit të 21-shit, që aty këpësiste grushte. Kush ishte i forti 21-shit? Mund të bëj një pyetje tjetër? Zoti Gjuzi, kur të fitoni kandidaturën tuaj, çfarë do ndryshoni pikë së pari në Tiranë, gjën e parë? Nuk interesoj fare Tiranë, ma e ka fituar atë. Kandidaturën time, kam thënë, jam i gatshëm të lejt pensionin 900 euro, një ekspert Gabon atje thot kujtimi ka marrë më shumë, po tjetë më shumë, unë do të heq fare pensionin për jashtë pensionin që më takon. Po. Jam i gatshëm të heq dorë nga pensioni për një vit, se më duhet t'i them Britanikëve dhe Amerikanëve se ato na dërguan në parlament për të ruajtur institucion, na dërguan, ata na këshilluan, na thanë të shkonin. Pra duhet Kelo s'kena pikave ata, ala në Hotel Tirana bashkë, s'kena pas kohë dhe ti ke qeni ngarkum. Hotel Tirana? Edhe i Keli, në Hotel Tirana, Metropol. Tëftoj për kafe, jo sot, po një ditë që do zgjidhni ju, që kur t'jeni t'lirë, kryetarit kuvendit të rast është pa tjetër aty. Jo, nuk visë... Jo për gjë, po para sa të hënë. Vjen nesër e martë, kam qenë Grand Monzrushi 90 minuta, i thash, o zotri, kene lidhje me Sorosin ti? Ke lidhje me Sorosin ti? Jo, më thamë. Je i sigur? Sorosin Grand Monzrushi, të vëdejtë Grand Monzrushi, Soros. Janë 110 deputet, Soros, mërë, zotri. Inshallah është dhe kjo imja. Qa the? Mos është dhe kjo imja. Shiko, gjithmonë mërët neshat, princeshat përjashtohen. Të shqit ne e këna thonë. E lam tek pensioni. 110 deputet Sorosit. Qëfar do të ndryshoni? Aty të libri, po të hapësht i faqin gjenë 11. Unë zbardha 6 emra, po deshe t'jap dhe një emër 7 që jam i veti. Do më thënë, 6 dit desh zoti që të bëj planetin. I ditë e boni pushim. Dita pushim, që të dua mund ty për kryetar bashkije të një qërë. A do kandidosh pra? Kush më? Ishte kotësa për të ardhë emision. Kandidaturat i ka vetëm një. Skënderbegu i dytë, kam thënë. Kush është? Sali Berisha. Leje që a bënë negociatë të A ti bëjmë tani thirrje? Për këtë kam ngarkuar Tirancin tim të komunikojnë në treshen e grupit që shiko se kemi gjitha të kandidatura. Tiranci Belindi. Po tani, zoti Këlliqi është mbi emër 131 mbi emrat e Tiranës. Të flasim me shifra. 131 si pas të ndjerit të Bedri Ali Mehmeti. Po, e drejtë. Si pas me e mund t'jenë dhe i qikë më shumë, po në qofë se heqin mbi emrat Hoxha më thetash, mbeten etnikisht 131. Keni një foto ku keni qenë përpara shumë viteve me doktor Berishën. Po. Sa të rinj ishit, më ka bërë përshtypje dhe e kam nxjerrë si foto. Ta shoh herë se... E ka regjia, ja. Shiko, Me bukur. po të veshër e mbrapa aty është Roger Prifti, se ne dy nuk kena nevoj për koment. Ky është një ekonomist i hershëm, është njipi i aktorit të madh shqiptar Minella Borova, nga Borova e Djegur, dhe ajo është shok që nga kopshti me mua. Dhe në çdo vend që unë mund të shkoj, ajo është me mua, është ortodoks. është Prifti. Këta s'duhet të ndryshojnë mbi emrin, në ato hoxhët thash që duhet të ndryshojnë. Për cilin vit bëhet fjalë? Aty jemi në momentin që... Jo, ta them unë ku jemi. Aty jemi në momentin që një ambasador me mbi emër Bushati, Keli nuk e ka realizuar të programin që më pati thonë ka i zarfi kishte ca emra, se hape zarfin ti mrapa masi i ka unë në emisionin e 1155 ditëve për para. Aty janë 4 emrat katolikë që janë zyrë në vale, që ata e du një president, njëherë katolikë, si një kërëministër katolikë. Ajo është Roger Prifti, shokë imi feminist. Njeriu më i besuar pas vllajt tim. Dhe në çdo vend që unë mund të jem, qoftë edhe me ambasadorin Limprecht të kur kam qenë, ai ka qenë post siç është aty. Pse? Se nëse unë takoj Sali Berishën aty, dikush mund tentoj t'i bi me grusht, kujtim Gjuzit apo Sali Berishës. Ai nuk të lem. Si ekonomist, thot sa lek duhet, po mos i bjerë ja lekët. Ta duhen 5.000 euro për i grusht. Urna, po t'jap 10. Po t'jap 10. 5.000 euro për grusht, vite unë. Pse nuk e peti që ndeshëm me mra me grushta mua t'jenë mes të hotelit, po s'doj themi emra to? Pa emra, po kur bëhet fjalë se jam shumë konfuze. Atë e di Keli
me ato dokumentet. E diti koleg? Po tani ai thot narcisti i madh aty Enver Hoxha, diktatori më ka vrarë gjyshin, e ke aty në libër. Nuk i kam sjell kot, janë pak. 1000 faqe. Vjen një atje dhe thot s'lexon kë. Pyetje. Po. Akademia Konservatore Albania është në konflikt me Akademinë Rënjët Tona? Ja. Jo. Sepse Akademia Rënjët Tona është themeluar më vonë nga profesor doktor Sazan Guri. Do më dhenë, shkoj mirë me këta? Absolutisht. Përjashto rastin, kur i ka dhuruar partin dikujt nga Aleanca Europiane Ekologjike për të bo Aleanca Konservatore, do më tonë, kjo ka një problem, unë kam qenë gjykat. E kam kundështu në gjykat, nuk ka rëndësi se gjbëri gjyqtari. Se gjyqtari ka drejt bëshdoj. Po pëse, mirë, ti e prapë... Pastaj ti e di, një partitet e konservatore bëri zoti Lulzim Basha, ja, pa dashe e thamë. Po pëse mos të jetë Lulzim Basha, ka fitu njërë bashkinë e Tiranës. Bashkie? Po duhet kërkoj falje doktorit. E këty është kushti jonë në tavolinën Basha. Prandaj ne lëshuem tavolinën Basha, dhe thamë, ti s'kërkon falje, ti e më i vogël? Fitohet bashkia me 1000 vota? Po sa? Do të kërkoj falje doktorit. Tani më mund dëgjova që grupi negociator nuk e pranon zotin Qori. Po zoti Qori nuk do me u fut fare. Ja, zoti Qori ka kandiduar njerë, ka marrë 11.300-400 vota në Tiranë. Nuk janë pak. Zgjedhjet e kaluara. Po. 11.300 vota, po t'i bashkojnë gjithë opozitës, dalin 52%. I ka 11.300 vota? Fikse, nëse si ka, jam unë gabim, mos më thirë më kell, më maj, jo kaq. Jo, disa do mash pas taj ti mu. Do më mash 2.310 dit. Do më thënë ty fishtë në kësaj që më ke majtë jashtë studios. Sa dit janë? Jo, shumë. 2.310 dit do mash. Janë 7 vjetë, do jemi në Europë të... Jo, nuk janë 7 vjetë, janë 6. 6 vjetë? 6 vjetë e njëta këngë, do më thënë. Si të bëjmë të? Ta si të bëjmë? Do kërkoj falje. Që ka drejt kryetari kuvendit, se është 50 ditë më shumë. Po s'foli fare. Po s'foli fare. Nuk ka që. A i tha janë më shumë? Ato nenin, ato ma ledzosha. A ta ledzojmë të nenin? Neni 80. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë Të lutem duhet 2016. kesh një lloj impostimi serios, se përndon kushtetutën. Si zoti Peleshi, pash. Kryeministri dhe çdo antar tjetër i Këshillit Ministrave është i detyruar të përgjigjet interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda 3 javëve. 21 ditë, një cikël hënor. Aq kohë sa i duhen Kloçkës të bëj 5. Ku do të dalim ne tani? Që do të thotë, që mund t'ja përgjigje, tani ikona, se unë s'jam ikonë. Unë jam drejtuesi i radhës i Partisë Konservatore. Radhës do më dhe ke 20 vjetë. Unë kam Unë kam 20 vjetë? Po. Kjeli mos bëse të sulem. Ke 30. 5.000 euro grusht i Kjeli. Jam me 20 shkurt të vitit 2017, që do të thotë 8 vjetë. Mandati parës 5 vjeqar, mandati 2 është 5 vjeqar, i bje që kam dhe 2 vite. Dhe pastaj duhet vini ju, ose dikush që i mushet me... Po jo, me nuk e ka. Po nuk vjen njëri se s'ka njëri 5.000 euro me tra ty. Jo, nuk e kam shqit partinun, se ndryshe do quaj Aleanca Euroatlantike. E kemi Lulin pra. Luli mu tjetë kandidati Bashkisë Tiranë, po me kusht. Të kërkoj falje doktorit. Pytje, po në qofë se doktori nuk e pranoj faljen e Lulit? Nuk ka shanse se është baca. është baca. Nuk e zero shanse. Shoqata e plektorëve nuk e lejon, sepse e ka një zakon të keq. Therë gjithmonë, kështu, dele kur fiton bashkin. Therë gjithmonë i qingje kur fiton bashkin. Jo, se ka therë a i qingjin. A ja kanë therë të sa tjerë? Jo, e ka therë Edi Rama, kryetari i Bashkisë 11 vite, libri Kurbani, ku thot, faqet 29-50, më thot, ma i qunë Barami, thot, ku shjet ti, thot, ti more musliman. A i harron që vëndi vetë e mban nga vëndi që zbret, a i nga Bushgjoka i Sipër nga Tepelena, harron që ka zbrit me Iram, Ramadan, do të thot, ku ka më islam se Edi Rama? Ha? Si të bëjmë të një? Një po kështë i biri Kristakit, dritë past, që do theme dritë past, edhe Anetës, dritë past. Ha? I biri që është ortodoks. Është nipi i Koli Dromenzo, sipër. Në bo adënën dha. Mret, Edvini 8. Bëj adënën. Pse qesh? Pse qesh? Edvini 8 se kështë një gjune. Po Edvini 8 mëse Ahmet Zog është dinastia 7. Po, nësa i bët mret, do me thonë, Princ Leka nuk, a i mund të mbaj titullin, Princ Leka i 2, që është drejta ti, mbi bazën e regjistrit monarkik. Të kushtetutës 1928. Ti e për monarkia apo për republikë? Monarki. Monarki. Dhe me kushtin që
kjo monarki të rikthehet përmes referendumit. Me qenë se ne themi që është vjedhur referendumin në 97-ës, na kthe mbretin. Mbretin e kishte Rama për ta kthyer, unë isha vote 105. Do me thonë, nësa i merë të votën, a i tha ta bëjmë parlament. Ja, këtu me referendumit tash. Shkojmë për republikë presidenciale. Se të pyti, e? Ka që një zëngë për para ca viteve, kjo është? A i nuk thote kot mret. A i më thote mu mret, kur luti me top, ma pason, ma nep, ta bëj gol. Apo ja. Do me thonë, më thote mu mret, se si tha mret pa mretni. Si ja kalove, Edo, në Shkodër kam zonjën, në atë plej, mas ditëm, darke dhe në drejk, kur morë telefon, stafi këtu. Këto janë intimitetet. Ja, do t'ja themi ka. Jo, e mora e telefon. Nuk ka intimitet politikani. Politikani ka, ku ke shku, ku ke fletë, qarë ke bosh pun ke jeshtë familjes. Në qëpse më gjeni, këtu t'i nëzirë një gjitha. Po, disa politikan ka që nuk e thonë do t'ku ke shku me të të kjetë. Ato mund t'jenë Sorosit 108. Jepni, më falë, Kelly. Jepni dorëheqjen të gjithë 108 që jeni, se ndryshe ka filluar hetimi në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe Departamentin e Drejtësisë dhe Departamentin e Thesarit. Janë 3 departamente. Nuk keni ku të shkoni për parat që ju keni vjedhur taksapagusve Amerikanë përmes fondacionit, i thënë tashmë hapur nga presidenti i Shkëlqësisë i Donald Trump, fondacioni Alex George Soros në nënhetim me memorandum para 5 ditësh, 4 ditësh. Memorandum? Memorandum, ke qef ta them ti, unë du ta them si Tirancës. Zoti kujtim, si do, memorandum. Nëse 108 deputet, 108-110, se si kam 2 të sigur. Japin dorëheqjen. Pse nuk kalon ma i proj tek ura ta bëjë? Koleg, si ka mundësi Ka ndërhyrë Italili aty dhe ka ndërhyrë. Kishe frikë ti, koleg, që më ndërpreve? Se nuk ndërpritet kryetari, se unë gjerë për gjele shpër jashtë, ka më gjerë. Ja, pa ajo është kryetar ka. Kryetar ka. Atë se dum, është e Soros. Ose spike. Nuk e dum. Ajo është e Soros. E kujdes me kryetarëve, se mos e kom gostezi. Ku është gostezi që më nga da dole ti? Ja, unë, ja, qoni im. Tashi, ne s'po të përmëndim Gimin, ty që shqiti Sahatin, ti thu, si është legjenda e Gimit. Unë, për herë të parë, legjenda më të bushë, kam qesh me lot një javë, është Gimi që shqiti Sahatin. Dhe thot, Ke gabim. bërej tentativ. Agim Gjuzi, dritë pas. Jo. Jo. Është i rim Tiranë. Jam i rim Tiranë, jam i ram. Unë jam tek. Kujdes të qënë ke Ramadani. Kush është Ramadani? Ramadani, në qofë se nuk shkon but drejt presidencës. Shkëllësia ju i president, Bajram Begaj, se ke dhe... është në Amerikë, s'ka ardhë akoma. E ti si më tha një këshilltar nga për te asaj si këshit bu një foto ju timen atje duke pa më det në apsirë. Po. Unë u përgjigja mi të trafil blu, kisha informacion para jush, se që të bojshe. Se ku ja mora informacionet drejta ime. Boj keni. Jo, nuk ka tregu gjo më S'ka tregu gjo. Po unë stregova, i stregoj, ku stregoj? Tani mësë më botë është të nëzirë se... Qa, do me të hapë diskun apo me të hapë telefonin? Hape. Jo mund të i disku jatë mëse nuk e di. O lere. O, isë leta. 5.000 euro. President Begaj, jenë lupë Amerikanë. Dhe di si kështë Ke thënë... shkuar të takosh presidentit Donald Trump. Vazhdo, qeshke, vazhdo. Kështë thënë Barack Obama. Po, ashtu e ka. Studesh atje i takon dhe Spiropalit për të vajtur. Kështu ishte këshillimi. E kishte me vetë. Pse ishin bashkë? Por unë them kështë kërëson delegacionin, ti më thumu tani, Kelly ka drejtën. Po pse ti mendon që Trumpi ka pa Bajramin ku ka qenë Elsa aty? E kupton? është njësoj sigur, unë të kap kolegu për qafe. Në vetëm i qenë kryetari këtu, apo e kam gabimu? Kryetari e më dhumë, kam dhunë nerf. Vjen një moment që të zemë dhumë. Dhe me ta marrë fjalin, se ishe shumë e rëndësishme kjo. Unë nisa e pyti ju s'mëlat. Nëse 108 veta japin dorëheqjen, a do ju kemi fatin të kemi përsëri ju në konvent të 4-ve? Pikërisht. Të 4-ve. Pikërisht. Ka marrë malë edhe për 3 tjerë, po jo për sa për ty. Pikërisht kujtim Gjuzi, prandaj u taku me Gramozruqin, se ato shkatruan një institucion. Tashmë është shkatruar institucioni zgjedhjeve në Shqipëri. Pas zgjedhje. Qa tha Gramozi? Qa tha? Nuk të regohen. Sekret. Ma mbaro këtë punë e Beran Begat, se shumë e rëndësishme. Dokta, është në tim pra. A jep dorëheqjen, Edi Rama shkon të butë në presidencë, nuk i ferë në kom, se e kena dhëndër në nikël. Në rast kundërt, i e vapet
34 kryeministra shqiptare për burgje dhe të vrarë. Unë nuk më intereson të shkoj deri në Hamburg. I pyetje të fundit se më rrë dhe koha, po është shumë e rëndësishme kjo punë. Është pyetja fundit. E kam edhe një të fundit, koleg, Po është pastaj. pyetje personale. Hajde. Nëse nesër më heqin nga puna, pra që sot se me këtë intervistë meritoj nga mjesi deri në darkë na heqin nga puna. Po, Se Edi Rama përgjigj këtu? është çështje e meritojmë, domethënë. Ku do punoj unë? Edi Rama nuk ka shanse të heqë ty nga puna herë, se ai me njerëzit që di unë, me informacion që kam që e mbajnë televizionin, janë dërdan. Dërdan. A janë dërdan, apo kanë ikë në dërdani në kohën e prit. Kohën e kujtë. Mërzit më burë, se të sërë më. Kemi halë dë na heqin nga puna. Po e lidhjen e Prizrenit, a e kemi ne? Kush ka qenë atë? Ishin freshlit. Po devullit, si janë me freshlit? Kuptoj, qartë. Po të heqë njëri nga puna ty me këtë lidhemi, kush të heqë ty nga puna, do të thot, i thot Greqisë që qamët pas kanë pas drejtje, pas në person ato në 1926. S'ke shanse të heqë njëri nga puna. Kanë dalë fjalë. Por në këtë rast, me qenë se jemi Po sot e meritoj të heqin nga puna. Po nuk të heqë more njëri nga Nuk të heqë puna. njëri. Nuk të heqë, se mbreti... Ose jep dorëheqjen si Projë si qiki kolegu sot ka qenë, edhe i herë, domethënë na përmblodhi të gjithëve, domethënë mbreti Edvini VIII i do të gjithë, se ai është mbret tani. Gjykatat po, kryeministrin po, parlamentin po, presidentin po. Kush i ka njëri të si? Keldel. Avokati popullit. Jo, ma po prit, ma prit. Por kell, ju keni nevojë si komunitet Çam në Tiranë, 36.000 vota dhe më thonë mu që shpëtimi Drizi nuk ka vota në Tiranë. Të janë ignorant, të janë idiot, nuk hapin njëherë një letër. Kam një pyetje të fundit, kanë dalë fjalë, kanë dalë tash teme se zoti Pëllum Pilinçi ju kërkon bashkëpunim. Këtë kam shpjeguar në televizion tjetër, zoti Pilinçi, atje unë arrita pak pjacën e thira si që thrasin gjithë, ose si na herë bëjnë e gabim, o lapsus, na drejtojnë me titull shkencor, ne profesor, unë zëmë profesor, se unë jam kryetarin subjekti politik. Zoti Pilinçi duhet të sjellë civil, sikur se kujtim gjuzi e ka me 15 pikat e programit, 2023, atëherë zbardhëm 7, tani kanë ardhe 3 të tjera, janë bërë 10, 5 janë, nëse e zgjedh Sali Berisha, atë që do Sali Berisha, minimalisht nuk duhet jetë Soros, dhe duhet marrë angazhimin që trami në Tiranë do bëhet që mos në mbysh pluri. Kjo është e para, se pyetet në fillim çfarë bën. E dyta është studimi kullave në Tiranë, hekuri, a mban 6.5 të shkallës së Richterit. Tërmetet. Pra duhet bë presa e betonit. Në dienin time, shëndet, fjalë e vërtet. Në dienin time, kullat, zoti kryeministër i kanë rrezik se betonet, me të shkam parun, ju besoj, bashkë kemi qenë. Ju kryetari bashkisë, unë kryetari Komisionit Ndërtimit Zhvillimit Urban, i zgjedhur nga Demokracia Kristian Konservatore, edhe njëherë tjetër, i suportuar nga Partia Demokratike. Unë nuk dua në asnjë moment shkatrohet Partia Demokratike. Dhe ajo nuk shkatrohet nëse Andi Tepelena, me që do në kështu t'ju themi emrin tjetër, mund të ishte një kandidat i mundshëm për kryetari bashkisë Tiranë, Nipi Alipash Tepelenës. Bashkënip? Por i Beqishtit. Andi po. Beqisht është zona, fshati, i cili është afër e Leklit, ku është kisha ortodokse e ndërtuar nga ministri Vangjeli Financave i Alipash Tepelenës. Ore, pse s'kalor ujtit e urat e Ta tha, koleg, ka devijuar. Ndjeke se dëgjove, presidenti Alili e ka rindërtuar, e ka devijuar, se tha lana pisë është o kujtim, tha tani që ti bëjmë se pastrojmë do të ashtu i thash mirë. Pra mos ngacmoni Tiranën në fundit, mos se ngacmoni. Faleminderit shumë, i dashur, i jashtëzakonshëm. Shumë pak 1% e zoruar. Shumë detyra sot, Po kemi për të duar. Edhe pyetjet fundit kryetarit se e ka drejtë. E veçanta, erdhëm ke pika e veçantë e fundit. Pika e veçantë. Nëse do ikin këto 108, do jeni prap të katërt? 3 mosketierët plus. Po e para. Janë 3 mosketierët. Është zoti duhet të kalojë në qeveri tranzit, Edi Rama duhet bëhet president. Nëse Bajram Bega jep dorëheqjen sot, nuk po i vendosim orar, se zakonisht Ilir Mezi kanë thonë për 72 orë post se dhe dorëheqjen, atëherë kisha tjetër autoritet, se isha deputet. Shako ka qenë dëshmitar okular. Jo, po ke gjithë popullin dëshmitar, se ke kërkesën 7 pika që ke problematik. Ilir Meta, sot Ilir Meta kur? Ali quaj që shite satin, Ali? Se të shiki kalon... Ajo është i ndjeri Tit Soli bashkë me Gim Gjuzin,
Po pse me ne? Ma ka më huë Randi, thot jo, se ka shqip titull. Dëgjoj këto. Do zotni kryetar. Zotni, po. Sistem do të shkëlqyesi kryetar. Kur të çojmë kuvendit, të bëjmë deputet me ato dokumente s'ka shkon të konstitutën. Mbaj aty se të shkosh në parlament. Nuk ke ku të shkosh, se s'të leje Enkelderi patron konstitutën, nuk ta ka pru Kuti Mbjusi, s'ta ka pru njëri tjetër në studiu konstitutën. Jam unë dëshmitare. Bravo. Atëherë, po zbardhin të çështën e Sahatit Tiranës. Sahati Tiranës, Xhamia Tiranës, 11 shenjtorë të Tiranës bashkë me Nën Terezën 12 nuk shiten e nuk blihen. Tit Soli ka bërë një shaka me një zonës rurale, ai kishte i thes me arra, ju qa thesin me arra, ju tha qa halli ke, në vend arrave që i morin netha, po t'japim kullës arra. Që të dish se ka ardhë vonë Tiranë, në Tiranë, ata zonës rurale i themi katnar. Jo. Jo, po se du të bëj korrigjim se... Të lutem Shirona, për ju që se dini, ka 11 kështjela, një nga kështjelat sot e ka pushtu mreti Edvinit III, se se qiti kotë stemën e skurajt sipër. Faleminderit shumë, sa nga ka thënë. Serial. Dhe do flasim pikërisht. Do pranoj vendimin e pushimit nga puna. Meritoj sot. S'ka shanse me atë që ka bëha i sot. Zire dhuratën. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe për dhuratën. Pas pak me zonjën Thanasi.